E vërteta e eksperimenteve të filmit The Stranger Things. Pa dyshim e keni parë filmin Stranger Things, po a e dini se fshihen sekrete që ju duhet të dini? Po, sot do t'ju them disa sekrete që pa dyshim do t'ju lëm pa fjalë. Jam i bindur për këtë. Ndaj dhe mora stativin, kështu që do të më falni, por do t'jemi shumë gjatë sot, sepse zakonisht kur mbaj telefonin në dorë më lodhet krau, dhe sot do flasim gjatë, kështu që mora stativin që t'jetë pak më e thjesht për ta mbajtur në dorë. Pra për të mbajtur telefonin në dorë, se mund ta ndryshoj edhe në përduar. Kështu që më ndiqni me vëmendje dhe kush është rastisht nëse nuk e ka bërë ende dhe nëse ka dëshirë bëjini like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe të diskutojmë për këto argumente. Këto që do t'ju them sot nuk do t'i gjeni asgjë kundi, janë ekskluziv për ju. Kam studiuar shumë gjatë për këtë sepse ka filluar që nga vitet 2005-2006. Pra për forcën e mendjes së njeriu dhe çfarë kam shkruar edhe në për libra, në për emisione, kudo qoftë kemi folur dhe këtu. Por këtë që do dëgjoni sot është vërtet ne ekskluziv. Dëgjojeni me kujdes. Mendja e njeriut është tepër komplekse dhe ne nuk e kemi kuptuar shumë pak të mendjes së njeriut. Bile ne atë që njohim dhe prekim, njohim pothuajse edhe prekim rreth 5 ose 6% të botës që na rrethon, sepse janë senset tona, ato që na shfaqin botën ashtu siç është. Dhe shkenca këtë e di, por hesht, ky është sekreti i parë. Tani, e di që ndokush nga ju do thotë, por çfarë sekreti na the? Është sekret. Është sekret dhe askush nuk mund ta dëgjoni këtë, sepse merreni me mend nëse do t'ja u them kështu, nëse gjendeni në një dhomë, jeni në një dhomë dhe jeni të mbyllur aty dhe jeta juaj është aty brenda. Dhe ju nuk dini se çfarë ndodh në dhomën tjetër ose në një shtëpi tjetër. Dhe nëse ju do të gjeni një çelës që ta hapni derën dhe të shkoni në dhomën tjetër, ju çfarë do bënit? Pra, ky është themeli ose çelësi për të shkuar në një botë tjetër ose për të eksploruar që ekziston një botë tjetër. Bota dimensionale ose bota tjetër, që ne nuk e njohim, sepse janë pikërisht, siç ju thash, senset tona, ato që na shprehin ose na bëjnë që të kuptojmë botën që na rrethon. Keni një pafundësi filmash ose shkrimesh ose librash që flasin pikërisht për këtë, por flasin në kode, sepse jo të gjitha mund të thuhen. Dhe kur u dha urdhri që të hapeshin dosje, të flisnin etj, nga ai moment filluan dhe filmat, sepse më përpara nuk flisje dot për këto gjëra. Pikërisht pra sepse mendohet që ne i gjendemi në një dhomë ose në një burg ose në një tokë, si mund të quhet, që që është e programuar në mendjet tona me anë të senseve, që ta jetojmë kështu. Por a e dini se ka çelësa që mund ta shpërthesh këtë port, pra të futesh në një botë tjetër? Prisni. Siç ju thash fillimisht, çdo gjë filloi nga viti 1940-1945 dhe filloi me Montauk Project. Montauk Project ishte një projekt që, siç ju përmenda më parë, një projekt që donte të kuptonte shumë gjëra dhe ishte një nga këto projekte ishte Philadelphia, i Anijes Philadelphia, etj, disa eksperimente të tjera. Mirë po, atyre u duheshin njerëz që të ishin jo me parametrat normale, sepse janë banale. Pra një pjesa e shkencëtarëve, studiuesve, e ku ta di unë, mësuesve, profesorëve, mësojnë ato që janë në për libra dhe të thonë ato që janë në për libra. Për ta, këto janë ligje. Mirë po, zhvillimi, siç ju thash në fillim, sepse ndaj e fillova nga këtu, është bërë pikërisht pra nga ideatorët, sepse zhvillimi i njerëzimit është bërë në 3 faza. Imagjinat, projekt, studim. Nëse unë nuk kam imagjinatër, nuk mund të projektoj dhe nuk mund të zbatoj asgjë. Kështu që kanë qenë pikërisht ata që kanë patur këto imagjinata që kanë bërë zhvillimin e njeriut. Dhe janë pak, shumë pak. Pra njerëz të përzgjedhur. Atë që bëjmë ne këtu. Pra ne prekim ose nxisim imagjinatën, siç kam thënë gjithmonë, unë nxis imagjinatën tuaj. Unë jam ai që ndes shkëndijën, pastaj bashku le ta diskutojmë. Dhe nga këtu lind dia. Po, mund ta them, jam krenar ta them këtë, që jam i vetmi që e fillova pikërisht me këtë. Pra e fillova që të ngacmoj mendimin kolektiv, pikërisht në këtë forum, siç e bëjmë këtu, duke filluar nga emisioni Enigma dhe dal deri këtu. Siç ju thash, bëra një copës të vogël letre për të mbajtur mend disa argumenta, sepse jo të gjitha mund t'i mbaj mend në një video të tillë që thash do jetë gjatë, dhe do ta filloj me këtë zotrin, me Jacob Greenberg. Jacob Greenberg ishte një Jakob, ishte një
psikolog meksikan. Ai kishte studiuar në qytetin e Meksikës, por çfarë ndodhi? Në viti ai pasi kishte mbaruar universitetin në Meksik, e ftuan, për të mos thënë që e detyruan, por e ftuan që të shkonte në New York, në Universitetin e New Yorkut. Dhe aty bëri disa zbulime madhështore. Por nuk ishte vetëm kjo, sepse tregohet që dikush e sugjeroi që të shkonte dhe të kërkonte, sepse atë kërkonte, ai kërkonin, të gjithë kërkonin këtë, kërkonin njerëz me ide, pra me mendime të ndryshme, jo me ato konvencionalet. Dhe çfarë bëri? Ai shkoi gjithandej, bënte kërkime të njerëzve paranormal, të atyre që thoshin që ishin në kontakt me forma të tjera jete, etj. Dhe në një moment ky Jacobs, sepse i thanë që të studionte, pra e sugjeruan, nuk po themi që e detyruan, të sugjeronte fiziopsikologjin. Fiziopsikologjia nuk ka të bëjë me psikologjin, por ka të bëjë me fizikun dhe psikozën e njeriut. Pra, përveç trupit fizik të futet në një tjetër botë, botën e psikike, ose si mund thuhet, të një bote që ekziston, por ne që dim që ekziston një botë tjetër, sepse është bota e shpirtrave, bota e përtejshme, e gjindeve, thuani si doni ju, e fantazmave, dhe këto nuk janë fantazi, ose me fjalë, mund t'jenë imagjinata të trurit, mund t'jenë çfarë të doni ju, por sidoqoftë kjo botë ekziston dhe ai duhet që ta studionte këtë për të kuptuar të vërtetën. Pra Jacobs nuk duhet të ndalej vetëm në ato studime konvencionale. Dhe ç'bëri, teksa ai kërkonte, shkoi mbriti deri në Izrael. Në Izrael ai njohu këtë tipen këtu, kjo Lizet Arditi. Lizet Arditi e magjepsi, sepse ishte yll, ishte e bukur, ishte e zgjuar, super e zgjuar, dhe izraeliane kjo, disa thonë që ishte e shërbimeve dhe e luajti menç, me pak fjalë, dhe ajo i tregoi me fjalë udhëtimin e tij se kët duhet të kontaktonte, si duhet ta kontaktonte etj. Dhe aty njohu një djalosh që bënte ato seduta spiritika, ato uljet spiritike që me anë të këtyre uljeve spiritike ai vjesh në kontakt me disa demon ose disa ëngjëj ose disa qenie të një tjetër bote. E di që për dikë kjo duket si fantazi, por dëgjojeni me vëmendje, sepse Jacobs, edhe pse një shkencëtar, ai nuk e mori banale këtë si ide, por e mori seriozisht, se tha, dakord, unë jam në kërkim, por unë të kërkoj në këtë botë do kërkoj, pra në këtë forum do kërkoj, ata që janë gjoja, për njerëzit, që janë në kontakte me format të tjera jete. Dhe nga këtu, ai kuptoi që me të vërtet vihesh në kontakt me format të tjera jete, jo vetëm ky djalë, por mori një sër informacionesh edhe të njerëzve të tjerë në mbar botën, sepse shkoi deri në Nepal, në Kinë, ku doni ju, në bile mos gaboj, shkoi edhe tek afrikanët, në disa zonat Afrikës, shumë të vjetra, tek disa magjistar afrikan, edhe aty mblodhi informacione. Dhe ndërkohë, kjo Lizeta ishte gjithmonë pas tij. Dhe si përfundim këta u martuan bashkë, bën edhe fëmijë. Mirë po, në një moment caktuar, ky donte që të largohej nga ajo. Me fjalë, kishte kuptuar diçka dhe donte të largohej. E mbanin gjithmonë nën kontroll këtë Jacobs, sepse Jacobs ishte një njeri që i pari, njeri që filloi të studionte dhe të kishte informacione të sakta për sa i përket botës së përtejme, pra psikofizikës për atë që ai studionte. Me kalimin e kohës, ai shkoi tek kuranderos. Kuranderos janë disa mistik ose disa shaman, si mund të quhen, të Meksikës. Çfarë janë këta kuranderos? Kuranderos janë disa tipa që kurojnë njerëz, e kemi bërë këtë dhe në emisione tjera, kurojnë njerëz me anë të forcës së mendjes, ose janë, si mund të quhen, antena të një bote tjetër, sepse kështu klasifikohen ata. Pra thonë që ne nuk jemi gjë tjetër veç se një urë lidhëse e shërimit. Pra shërojnë njerëz. Në qoftë se për ata që nuk e din, shamanët, kur një nga shamanët është sëmur, mblidhen që të gjithë rreth e rreth dhe fillojnë me një rit, me anë të këtij riti, ata e shërojnë.
është e vërtet kjo. E shërojnë, nuk kanë nevojë për asnjë lloj kure, vetëm me anë të energjisë, me të forcën e mendjes dhe të trurit dhe të trupit. Sepse sipas gjasave është energjia, pra është bota tjetër që duhet mbajtur e pastër dhe duhet kontrolluar. Sepse kur ajo avullon, pra shpirti ynë ose energjia jon, trupi ynë fizik s'është asgjë. Kështu që ata e dinë shumë mirë. Dhe pikërisht për këtë, Jakobs u thellua akoma më shumë në këtë. Dhe aty njohu këtë Pacitën. Pacita ishte një lloj magjistareje, okay? Dhe shamane, që thoshte që ishte rimishërim i një mbreti të famshëm, pra i një qenjeje. Dhe ç'bënte kjo Pacita? Përveç se shëronte njerëz me anë të energjisë e tjerë, por bënte diçka tjetër. Më ndiqni me vëmendje sepse do arrim edhe tek Stranger Things. Ndiqni me kujdes. Kur arriti që të merrte pjesë në për eksperiment, në për këto momentet që kjo Pacita bënte që shëronte njerëz, Jakobs u maknit. Sepse përveç se i shëronte, ajo mund të bënte dhe operime. Po, prisni. Bënte operime sepse ja sugjeronte një entitet. Entiteti sugjeronte se çfarë duhet bënte. Dhe dini si e bënte operimin? Operim, po themi, kishte patur raste edhe të disa kancer në këmbë, në krah, ku ta di unë. Ajo vetëm me një thik kuzhine të irugjinito, nuk më vjen tani. Me një fjalë, një thik e vjetër, kjo me anë të kësaj thike ajo bënte operimin, e pastronte të gjithë dhe njerëzit shëroheshin. Këto nuk janë fantazi, janë të dokumentuara, të gjitha këto. Sepse ai më vonë të gjitha këto dokumenta i dokumentoi, përveç se i dokumentoi, po i çoi edhe në Universitetin e Meksikos, madje edhe në Amerikë, por prisni. Dhe kjo Pacita ishte ishte njeri i mirë. Për me fjalë, kjo Pacita ishte njeri shumë i mirë dhe ky ndeti shumë gjatë me të, por thuajse një vit e gjysmë që ta asistonte në çdo eksperiment që kjo bënte. Jakobs nga këtu filloi që të kuptonte që bota që ne njohim është krejt ndryshe nga bota që me fjalë janë senset tona ato që na demonstrojnë këtë botë kështu që si e shohim ne dhe si e perceptojmë. Dhe ai donte të kuptonte lidhjen, se si mund të lidhesh me botën tjetër, sepse kishte të tjerë, si në këtë rast për shembull edhe Pacita, që ishte në kontakt me forma të tjera jete dhe bënte disa gjëra që askush nuk i bënte. Dhe kështu ai u lidh me një shkencëtar gjithmonë të amerikan. Dhe me këtë shkencëtar filloi që të kuptonte se çfarë lidhje mund të kishte bota jon me botën e përtejme, sepse ky ishte vetëm një psikolog. Pra i duhej një shkencëtar dhe një nga këta shkencëtarët e sugjeroi duke i thënë që ne jetojmë në një botë kuantike dhe i tregoi për teorinë e stringëve. Kemi bërë në emisionet tona me teorinë e stringëve, teoria e stringëve nuk është gjë tjetër veç se. Shikoni, dëgjojeni me vëmendje. Atëre e di që për dikë këto janë pak të forta ose komplekse si argumenta, por mundohuni që ta ndiqni me kujdes. Nuk është se di gjithçka, por ato që di po ja u them dhe do diskutojmë së bashku. Çfarë është bota, çfarë është teoria e stringëve? Teoria e stringëve është që ne kur e observojmë ose kur e shohim një diçka, pra qelizat në këtë rast ato grimcat e stringëve, grimcat e stringëve janë ato grimca më të vogla, ato që bëjnë që ne të komunikojmë, që të shohim, të bëjmë çdo gjë. Pra bota kuantike. Dhe ne në qoftë se i observojmë, pra e shikojmë ato objekt, atë gjë në këtë rast këto çdo lloj objekti, ai sillet ashtu siç ti dëshiron. Pra kjo materie, ato qeliza, ato grimca, sillen ashtu siç ti do. Pra modifikojnë ngjyrën, modifikojnë sjelljen e tjerë. Ç'do të thotë kjo? Do të thotë që ti me anë të forcës së mendjes mund të modifikosh, jo mund, po e modifikon atë që ke përpara. Çdo gjë që është. Dhe në këtë rast duhet kuptuar që kur thuhet që ti nëse ti bindesh në vetvete që ti një gjë mund ta realizosh, ti fillon dhe bind edhe të tjerët. Pra të marrim këtë si shembull. Pra nga ky moment ti ke modifikuar ambientin ku je. Pse? Se janë pikërisht ato grimca që ti me anë të observimit tënd, me anë të shikimit, me anë të dëshirës që ti ke,
ti i ke modifikuar dhe ndërkohë e ke modifikuar materjen ose vendin përreth teje me njerëzit përreth teje në të gjithë zonën ku gjendesh, me të gjithë njerëzit, me të gjitha speciet që gjendesh aty. Pra ti e ke modifikuar. U mundova që ta them në mënyrë më natyrale që ta kuptojnë të gjithë. Dhe po thosha, sepse padyshim nga ne ka edhe ekspert dhe din çfarë është teoria e stringëve. Por kjo është në sintezë. Dhe çfarë bëri? Ky me këtë teorinë e stringëve kuptoi që kishte disa lidhje të forta me këtë. Dhe çfarë bëri? Ky u mundua në Universitetin e Meksikës që të bënte një lidhje me disa eksperimente. Dhe mori disa njerëz që të shikonte nëse ekzistonte telepatia. Bëri disa eksperimente. Mirë po, eksperimentet me sa este dhe shikonte që kishin rezultat. Mirë po, nuk kishin aq rezultat sa ai mendonte që ishin në maksimum. Megjithatë, ai në vitin më falni, se tani thash, shikoni që harrojmë tani. Një sekond. Pas disa viteve njohu këtë Teresa Lopez. Teresa Lopez ishte një grua që ishte tepër e çuditshme kjo grua. Quhet e përsëris edhe një herë Teresa Lopez. Këto janë të dokumentuara, nuk është se i them unë, pra janë të dokumentuara e përsëris. Nuk janë të shkruara nga dikush tjetër, por gjenden ende sot në policinë e Meksikës dhe në universitetin ku gjendeshin këto të dhëna. Pra Jacobs u njoh me këtë Teresa Lopezin. Dhe kjo Teresa Lopezi i tregonte, me një fjalë, shkonte pas tij që të kuptonte se çfarë kishte zbuluar Jakob. Ndërkohë në Amerikë herë shkonte, nuk e di askush se ku shkonte dhe çfarë bisedonte, asgjë nuk di askush, por ai shkonte kudo, edhe normal që shkonte edhe në Amerikë, sepse aty ndoshta i kishin dhënë fonde për të bërë studime. Por nga ky moment Teresa ishte e mbante nën kontroll, me një fjalë donte të kuptonte çdo lëvizje që ky bënte, Jacobs që bënte. Ç'është e vërteta, Gringberg, ky Jacobs Gringberg, nuk e di tani ta shqiptoj në spanjisht, në meksikane, në gjuhën meksikane, por Jacobs, si quhet, si thuhet. Nejse, por Gringberg, sepse ky ishte mbiemri i tij, donte që të shkëputej nga kjo Teresa Lopez dhe e thoshte edhe publikisht. Në fakt ai shumë njerëz mendonin që kjo ishte lidhur me të sepse meqense ai u nda nga gruaja e parë me 2 fëmijë, sepse kishte ardhur një moment që ai kishte kuptuar që diçka kishte ajo grua, pra gruaja izraeliane. Dhe ndërkohë me këtë Lopezin, dashje pa dashje, ajo e detyroi që të rrinin bashkë, pra për një kohë të gjatë. Mirë po, kjo Lopezja, si përfundim, merrte, sipas të dhënave, merrte disa të dhëna që ky kishte, informacione që ky kishte, dhe nuk dije se ku i çonte. I bënte fotokopje dhe i çonte diku. Askush nuk e di se ku. Si përfundim, Jacobs, që kishte lindur në vitin 1946, Jacobs, në vitin 1994 u zhduk. Askush nuk di asgjë për Jacobs. Nuk di askush asgjë se nga u zhduk dhe pse u zhduk. Çudia e kësaj historie është se ky Jacobs, do arrim tek Stranger Things, më ndiqni me vëmendje. Çudia ishte se ky Jacobs Gringberg kishte një pafundësi dokumentash ku një pjesë e madhe e dokumentave u zhdukën së bashku me të, një pjesë e madhe e dokumentave. Një pjesë tjetër mbeti në universitet dhe një pjesë tjetër akoma në shtëpinë e tij, pra në Meksik. Dhe çfarë ndodhi? Një dëshmitar familjar që e kërkuan, sepse ata kërkuan për gjatë, që të shikonin se zakonisht ai ikte për 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, dhe thoshin që se do kthesh. Dhe në vitin 1994, në dhjetor të vitin 12 dhjetor, mos gaboj që ishte datëlindja e tij, nuk u kthye në shtëpi. Dhe ata u bën merak dhe filluan që ta kërkonin. Lajmëruan policin, askush nuk dinte asgjë. Por prisni një sekond, sepse policia zbuloi që nuk kishte asnjë lloj bilete, asnjë lloj udhëtimi në emrin e tij. Ai u zhduk sikur të kishte ikur nga hiçi. Pra totalisht. Një nga familjarët
tregon, sepse një nga familjarët të tij pas disa muajsh të depozituara këto të dhëna në polici, pra në polici meksikane, që e kishte parë në një avion së bashku me këtë Lopezin. Si e kishte kjo? Teresa Lopezin. Pra së bashku me Teresa Lopezin e kishte parë në një vend. Por prisni sepse nuk mbaron këtu. Ky familjari thoshte dhe një emër i quajtur Heraldo. Heraldo ishte një njeri i familjes që nuk e njihte askush, pra i familjes së Teresa Lopezit. Më ndiqni me vëmendje, pra një pjesëtar i familjes së Teresa Lopezit ishte edhe ky Heraldo, që e dinte vetëm familja, por askush tjetër nuk e dinte. Dhe kur policia shkoi që të kërkonte për këtë Heraldon, që bënte pjesë te kjo Teresa Lopez, nuk ekzistonte. Në të vërtetë ai ekziston sepse kishte qenë në shtëpinë e tyre, kishte marrë, kishte ngrënë darkra, drekra, me makinë kishte marrë shpeshherë në një familjar, kishte çuar diku. Pra ishte një njeri që ishte kushuriri i Terezës. Okej? Dhe ç'ndodhi? Policia u thellua akoma më shumë për të kuptuar tani se çfarë lidhje kishte Lopezi, kjo Teresa Lopez. E dini se çfarë zbuloi policia meksikane? Që Teresa Lopez nuk ekziston. Po, nuk ka ekzistuar kur as vetë Teresa. Dhe vetë Teresa ishte zhdukur. Dhe madje edhe ky Heraldo u zhduk. Pa lënë gjurëm. Por prisni sepse nuk marron këtu kjo histori. Atëre, gjithmonë ky familjar, një nga këta dëshmitarët që thash janë të dokumentuara në policinë e Meksikës, tregon që kur e kishte parë në avion, që të zbriste nga avioni, e kishte parë në vitin 1996, jo në vitin 1994, pra 2 vite më vonë. Por ku e kishte parë? E kishte parë në Boulder të Colorados. Dhe këtu lind gjithë historia e Stranger Things. Po. Sepse në Colorado ka vite, nuk mund të thuhen shumë gjëra, dhe kjo është vetëm një pjesë e vogël, ndaj e lash për në fund që të flasim vetëm pak për këtë, sepse nuk mundesh të flasësh, sepse merrem më sot që të bësh ti eksperimente, është ndaluar sot, qoftë nga ligjet njerëzore, por edhe nga ligjet shtetërore, është ndaluar që ti të bësh eksperimente dhe tregohet që ende sot vazhdohet, por megjithatë në Colorado mendohet që kanë filluar pikërisht eksperimentet nga vitet 90. Pas eksperimenteve MK Ultra që ne kemi folur. Mirë po, në këto eksperimente, pra në eksperimentet në Colorado, mendohet që shkencëtari kryesor ka qenë pikërisht, pra është, sepse thuhet që ekziston akoma, ky jeton akoma, të paktën kështu thuhet, por ai është zhdukur nga qarkullimi, nuk ekziston asnjë dhënë për të, pra nga Jacobs Greenberg. Dhe në qoftë se keni parë në filmin Stranger Things, është një zotëri që kontrollon disa fëmijë. Sepse? Pse? Sepse Jacobs tregohet që ai zbuloi që fëmijët janë ata që mund të modifikojnë realitetin që ne njohim. Si mund ta modifikojnë? Do t'ju them tani dhe tani do t'ju surprizoj. Në qoftë se mbani mend, ose keni dëgjuar, shumë fëmijë deri në moshën 6, 7 apo maksimumi 8 vjeç, ata kanë disa flasin për disa botë të ndryshme, flasin sikur të flasin me një njeri ose me një shok të tyre që nuk ekziston etj etj. Pra, kanë disa sensor ose disa kontakte me një botë tjetër. Dhe dal nga dal, nga momenti që ata futen në këtë jetë, pra sa po lindin, dal nga dal zhduket, pra shkëputet ky kontakt me kalimin e viteve, dhe maksimumi është deri në moshën 9 ose 11 vjeç. Pra, sipas studimeve që janë bërë. Por të njëjtat studime kishte bërë edhe Jacobs. Në fakt, ai thoshte që këto, të rim pak këtu se kemi diellin. Dhe po thoshja që Jacobs mendonte që që ishte pikërisht ky problemi, që ai e hasi më përpara, që nuk duhet bënte eksperimente në adult, por në të rinj, në të vegjël. Dhe në fakt, në filmin The Stranger Things, ai ka vetëm të rinj, vetëm fëmijë, deri në moshën 11 vjeç. Dhe nëse e keni parë filmin, roli kryesor është 11-ta, pra 11. E mbani mend?
pra është ajo vajza, 11, sepse tregohet që gjatë këtyre eksperimenteve ka qenë pikërisht një vajzë që është ende gjallë, që ajo mund të modifikojë realitetin që ne gjendemi. Dhe tani do t'i surprizoj me një mister tjetër, një sekret tjetër. Jacobs përball ose u foli edhe me shkencëtar të tjerë, pikërisht pra edhe nga aty lindi edhe filmi Matrix, sepse filmi Matrix nuk është gjë tjetër veç se dekodifikues i realitetit që ne gjendemi. Dhe pikërisht me këtë, ai, pra ata që ndërtuan Matrixin, që krijuan Matrixin vitet 94, mendohet që morën të informacione pikërisht nga këto eksperimente. Dhe çfarë zbuloi sipas disa konspiracionistëve, sepse këtu humbasin të dhënat, Jacobs, sipas të dhënave, zbuloi që realiteti, ai bëri disa eksperimente me 2 fëmijë fillimisht, një në një dhomë dhe një në një dhomën tjetër, dhe e bënte me disa drita fillimisht, sepse këto janë ato që tregohet që fillimisht u bën kështu eksperimentet, me një dritë jeshile, ku ai duke reflektuar të dritën jeshile, tjetri nga dhoma tjetër kishte telepati që ai e kuptonte që po ndodhte diçka, por nuk e dinte që ishte dritë jeshile dhe modifikonte realitetin që gjendej, pra mendimin e tij. Dhe nga ky moment filloi që të modifikonin pra telepati në sintezë. Të jepnin informacione mes njëri tjetrit, të jepnin informacione dhe të merrte informacione nga fëmia tjetër. Dhe nga këtu lindën eksperimentet dhe lindën ato idetë që ne mund të modifikojmë botën aktuale në bazë të mendimit. Mund të vjedhim mendimin nga tjetri, mund ta vjedhësh mendimin nga tjetri dhe mund të japësh mendimin tjetër, pra mund ta hipnotizosh. Kjo është me anë të telepatisë. Dhe sipas gjasave kanë nxjerr të paktën kështu thuhet sipas konspiracionistëve, kanë nxjerr disa hibrid ose disa individ që te i kalojnë mendjen njerëzore mira herë. Tani çfarë është bota që ne çfarë zbuluam në fund fare të kësaj videoje dhe këtij diskutimi? Bota që ne jetojmë nuk është gjë tjetër veç se një realitet që është i kodifikuar ose i projektuar nga një inxhinieri që ne nuk e njohim, nuk e njeh as vetë shkenca. Ne e jetojmë këtë botë në bazë të senseve që kemi. Mirë po, ne mund ta modifikojmë, si thash më përpara, mund ta modifikojmë si teoria e stringëve, mund ta modifikojmë këtë botë si të duam ne. Dhe si e modifikojmë këtë botë? E modifikojmë sepse përveç programimit ne jemi si mund të quhet regjizor të jetës sonë. Dhe ne me anë të mendimit, me anë të shqisave që kemi, ne e modifikojmë sepse kodet i marrim nga qendra, pra nga universi ose nga fusha magnetike. Dhe ne, sa më të fort jemi, psikologjikisht aq më shumë ne mund të modifikojmë botën që na rrethon. Pra në sintezë, ne kuptuam që në këtë diskutim ne mund të modifikojmë botën që na rrethon. Tej pra këtyre eksperimenteve dhe tej këtyre mistereve që u zbuluan në këto eksperimente që bëri Jakob Grinberg. Mirë po, në disa nga këto, padyshim, sepse janë vërtet komplekse, sepse futemi në fizikën kuantike dhe disa ndoshta mund t'i marrin këto si teori konspirative, por nuk janë teori konspirative, sepse ç'është e vërteta, unë do t'i them vetëm një dhe do ta mbyllim këtu sepse u zgjata shumë. Mu lodh krau edhe me këtë tani, po thosha, për shembull, ne shikimin që ne perceptojmë, ne shikojmë kështu, na duket sikur shikojmë këtë që botë që ne na rrethon, sepse janë senset tona, ato që bëjnë që me anë të fushës magnetike, me anë të këtyre vibrimeve ose të dritës, si mund të quhet, sepse drita nuk është gjë tjetër veç se vibrim, me anë të vibrimeve godasin retinën dhe me anë të disa membranave bëhen filtra dhe kalojnë dhe futen në trurin tonë. Dhe trurin i përpunon, pra informacionet që marrin nga jashtë, duke na treguar këtë botë kështu siç është. Por në të vërtet, ne nuk e dim se si është bota atje jashtë. Shkencërisht kjo, nuk është se e them unë. Pra është shkencërisht, ne nuk e dim, nëse bota është bardhëzi me ngjyra, apo ku ta dim ne? Ne nuk dim asgjë. Ne dim vetëm që e perceptojmë në këtë formë, madje edhe mekanizmat makinerit që kemi shpikur pikërisht për këtë, për ta kuptuar këtë botë ashtu siç ne e shohim.
Sidoqoftë ne le ta shijojmë ashtu siç është, por është mirë që të kuptojmë, sepse po sikur ashtu si thoshte dikur, thoshte që kur të kuptoni të vërtetën, ju do të kuptoni që jetoni në një botë gënjeshtare. Po sikur tjetë e vërtet kjo. Pra është thënë që nga kohrat antike, ndoshta ishin dije të një tjetër bote ose të një tjetër civilizimi, ne nuk e dim. Megjithatë sot po vërtetohen. Do të dëshiroja një komentin tuaj, çfarë do lloj komenti për këtë argument, çfarë do që t'ju vjen ndërmend dhe le ta diskutojmë së bashku, sepse është mirë që të njohim edhe këto sekrete. Faleminderit, ditë mbar.